Ke dëgjuar ndonjëherë që dikush thotë, mos e vrit gjarprin e shtëpisë se ai të ruan? Sot kjo tingëllon e çuditshme, por në kulturën shqiptare, kjo është një ndër besimet më të vjetra dhe më misterioze. Shumë vite më parë, shqiptarët besonin se çdo shtëpi kishte gjarprin e vet mbrojtës, një krijesë e shenjtë që jetonte pranë themeleve, nëpër mure ose nën prag. Por ky nuk shihej si një kafshë e rrezikshme, por si shpirti mbrojtës i shtëpisë. Në disa zona quhej gjarpri i shtëpisë, në të tjera gjarpri i fatit. Thuaj se sa herë që ai shfaqej, ishte shenjë e mirë dhe se praninë e tij e ndjen vetëm familja që ai mbron. Por pse pikërisht gjarpri? Gjarpri simboli vazhdimësisë. Gjarpri ndërron lëkurën. Dhe të vjetrit këtë e shihnin si shenjë të rilindjes, të forcës dhe të fatit. Si me thënë, shtëpia që ka gjarprin e vet ka jetë, vazhdim, trashëgimi. 2. Gjarpri largon të keqen. Besimi popullor thoshte se gjarpri e nuat energjinë e keqe. Ai ndjen rrezikun para njerëzve, sidomos mësyshin, zilin dhe shpirtrat e ligj. 3. Gjarpri kujdesej për shtëpinë. Thuaj se kur gjarpri largohej, shtëpia humbiste fatin. Kur gjarpri vritej, familja mund të humbiste bereqetin ose qetësinë. Prandaj shumë familje e konsideronin fat të madh ta shihnin, por kur të mos e preknin. Në disa fshatra thoshin, gjarpri i shtëpisë nuk të hyn në dëm, ai rri ku ka bukë njerëz të mirë. Ka edhe një detaj më mistik. Në disa legjenda shqiptare besohej se gjarpri ishte shpirti i ndonjë të parit të familjes, i kthyer për të ruajtur pasardhësit. Një lloj rojtari i padukshëm por i gjallë. Edhe sot ka shumë shqiptar që nëse shohin një gjarpër të vogël në obor apo pranë shtëpisë nuk e prekin. Sepse e din legjendën. Sepse s'duan ta sfidojnë fatin. Sepse tradita, sidomos ajo e vjetër, nuk harrohet lehtë. Kështu që herën tjetër kur të dëgjosh për gjarprin e shtëpisë, mbaje mend këtë. Në sytë të parëve tan ai nuk ishte thjesht kafshë. Ishte roje, ishte fat, ishte bekim.